Të dashura zonja zonjusha, motra besimtare, selam aleikum për të gjitha. Falënderimi takon Allahu që na mundsoi ta presim edhe një Ramazan dhe inshallah t'i dalim në fund me sa më shumë shpërblime të fituara e me sa më shumë gjunohe të pastruara, inshallah. Gjithmonë kënaqësi me qenë mes grave të zonja, grave të forta, e cilat janë ato janë të gjitha gratë shqiptare, të cilat prioritet të çdo dite të tyre e kanë familjen e tyre, i kanë fëmijët e tyre, i kanë prindrit e tyre, vjehrit e tyre, që mundohen të bëjnë çmos, e ndonjëherë edhe për të mundësive tyre, po e kanë veç një behane, ajo është se në vazhdimsi e lojnë vete në dorën e 3, 4, 5, se të kishë qenë e dyta, mirë kish me qenë, po ja që kështu ne jemi bijat, vajzat edhe nuset e aty në grave, nanave dhe vjehrave që kanë ditë gjithmonë me sakrifiku shumë, po prej tyne ne kemi marrë gjithmonë një shkollë tjetër, përveç atyne profesionale që ne i kemi studiu, i kemi mësu, i kemi përvetësu, ajo është me bo mirë, me majtë shpijen mirë, me majtë në regull, me pas marifet, me prite me përcjell, edhe kjo na bën karakteristike prej shumë vendeve tjera. Ndoshta dikush këto e quan edhe prapambeturi, por në disa breza gjenerata që po shmangën prej gjitha këtyne që kanë qenë dhunti edhe prioriteti nanave tona, po shohim pastaj një, s'po du me qujt degradim, veç një distancim edhe prej raporteve familjare dhe shoqërore, edhe vetëm një Ramazan din me na rikthy te ato vlera, te ato tradita, te ato mirëkuptime, të ato ndeja të mira të cilat gjithmonë e kanë pas peshën e veçantë në çdo familje shqiptare. Falënderimi i takon Zotit që jetojmë në një vend siç është Kosova, me shumë nacionalitete, me shumë përkatësi fetare, që gjithmonë e kanë respektu njëra tjetrën. Ne jemi mishrim e atyre njerëzve që në bamirësinë që e mbledhin në xhami, nuk hezitojnë me shpërnda dhe në përkisha. Jemi pjesë ati komunitetit të Kosovës që gjatë ditës së dieli kryen ritualet e tyre në kish, për në mbasdite shkojnë e pastrojnë xhamin, ja bëjnë gati muslimanve për teravi ose për namaz të Bajramit. Ne jemi ata që me këtë kulturën që e cekan fillim që e kemi marrë brenda familjeve tona, kemi reflektu dhe reflektojmë të shumë brezat të tjerë. Fatkeqësisht, ka një tentativë, s'po du me qujt të keqe ose pro-europiane, se ne europian jemi, po sikur po don me lëkund pak këtë temel, këtë bazë, por unë duke ju njoft shumë prej jush, duke ju njohur, duke ju ditur sa të zoja jeni, sa të mira jeni, nuk besoj që lejoni edhe toleroni me ucenu ajo që ka ne kemi trashëgu prej shumë brezave. Unë jam pak më e madhe se disa prej jush, më e re se disa prej jush, dhe prej shumë prej jush ka marrë shumë mësime jetësore, por po e ndjej obligim me ju dhënë një këshill që mos ndikohemi prej gjithë shka që rrjedh, sepse ne jemi shtet institucional, ne kemi institucione që merren me këto çështje. Mos të ndikojmë negativisht edhe në rrjetet sociale, edhe në përditshmëri, edhe në dasma, edhe në dreka, edhe në darka, me tentu me çdo kusht mu tregu muslimane e mirë, gjithçysh shqiptare dhe muslimane. Ato çka jemi na bëjnë vetëm vepra tona edhe askush tjetër. Unë e kam një dobësi prej Ramazanit kalum, pa ta bo plan me shtunja 3 sure, e s'mrina me mësunat Ramazan, inshallah për mësoj këtë Ramazan, le të koncentrohemi të qëto punë që na bojnë pak ma ndryshe prej Ramazanit në Ramazan. Mos mirëmi me ato në negative, që pra po them ju të kanë institucionev. Edhe derisa nuk jemi eduku me një frym të tillë në familje tona, pse na me marë barën mi dalë zotë bashkë se cilës punë, edhe se cilës fjalë që lëshohet në Facebook edhe gjithë shkun tjetër, edhe me ndiku negativisht të ne, të familja, të shpirti jonë, të edukata që e përçojmë të fëmijët, e pastaj edhe të gjitha ajo toleranca që tregova që ne e kemi pas shumë vite me radhë. Shekuj, jo vite, dekada ose shekuj me radhë. Unë për shumë vite jam marrë me artin e recitimit,
edhe garat e recitatorëve i ka majt në medresen Alaudin në Prishtinë, në visha prej Gjilanit dhe gjithë qytete tjera, me umbajt garat bashkë me Albenën, kolegen tash, edhe shumë recitatorë të tjerë, në Alaudin për herë të parë kum hynë medrese, pa qenë medresante. Po ka qenë në një rastësi tjetër. Për herë të parë kam taku shqiptarët katolik, po ashtu në medresën Alaudin në Prishtinë. Aty janë bajt edhe aktivitetet politike dhe gjithë shka tjetër me radhë, sepse kemi pas mundësi e kemi shfrytzu si institucion, si objekt gjitha me radhë. Këta jemi na, edhe na nuk duhemi me radhë prej ndikimeve mediale, që nuk e dija kam të drejt ofër personave kompetent me fol me këtë çështje, po hibridizimi nuk do të me na ndiku deri në qatë mos, sa na me u vetë dëmtu edhe me fillu me reflektu dikush që na nuk jemi. Sepse kur po folmi diçka veç për trend, po dalmi pi vetë vetës. As nuk po reflektoj mirë, as nuk po thojmë diçka të meqme, as nuk po përfiton kërkush prej neve. Andaj, edhe një herë, edhe një moment le të themi se Ramazani është një muaj e reflektimi, krahas edhe shumë përparësive tjera, përveç se është obligim pas një diskutim prej 5 shtyllave, prej 5 farzave të Islamit, shumë begati edhe psikologjike dhe sociale dhe shëndetësore dhe gjitha me radhë që i kemi dëgjuar dhe sigurisht do t'i dëgjojmë, po le t'jemi sikur çdo Ramazan, sikur çdo ditë tjetër, edhe këtë Ramazan pranë njëra tjetrës aty ku kemi nevojë. Ne nuk mund të bëhemi të gjitha shkencëtare, si doktori Shaibadet dhe të tjera që ka këto, nuk mund të bëhemi të gjitha avokate shumë të zonja si Teta Fempi, thëmësën që shtë i thëmë, Femije Gashi Bityqe dhe Adelina plot të tjera. Ne nuk kemi mujtë krejt me qenë asi studentët dhejqeve në mjekësi që kaloj ka fati, ylfetja i kryke provimit, po s'më ke me hinë tem diplomës së s'ka fati, merë ke dhejqet para kohe. E kum pas gjithmonë dhe si një fenomen Ardita Bashotën, Kahrimanin, bashkë me Ardita Boshnjakun, më do ke që këto e në dveçanta që po mrinë edhe me rritë fëmijë edhe mu do këmire dhe më bo organizime, po të nejtë nga të tyne kemi në gjyë që thëtë populli krejt ka pak, jemi bo këto që jemi, do mi mu bo dhe matë mira, me kriju breza edhe matë mirë, krejt me radhë edhe me mbri të një përfundimi mirë që na jep Ramazani, e çdo përfundimi Ramazanit nuk është kur gjë tjetër vetë se këshill për tan jetën. Faleminderit organizatorëve për ftesën, për krejt organizimin, për pritjen edhe inshallah iftar të këndshëm edhe agjerim të letë pranuar deri në fund për të gjitha. Faleminderit shumë. Faleminderit të nderuar zonja deputete Labinot Temi. Në vazhdim ftojmë deputeten Sala Ashari nga Partia Demokratike e Kosovës.